Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Do të flasim në pjesën e parë ditën e sotme për reduktimin e paras kesh në ekonomi. Duke qenë se të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë për një rritje të qarkullimit të paras fizike jashtë sistemit bankar, kemi arritur në 434 miliard lek, apo rreth 4,2 miliard euro, dhe ajo çfarë është e rëndësishme të kuptojmë është se çfarë favorizon këtë situatë, çfarë pasojash mund të sjellë edhe masat që duhet të ndërmeren. Ministri e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, në një konferencë për mediat një ditë më parë, tha që po hartohet një program 3 vjeçar pikërisht për të bërë të mundur reduktimin e paras kesh në ekonomi. E ndjekim dhe rikthehemi. Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj gjatë një deklarate për mediat u ndal në zbatimin e një plani 3 vjeçar që qeveria do të zbatoj për reduktimin e paras kesh në ekonomi, kjo si pjesë e luftës kundër informalitetit dhe përmirësimit të klimës së investimeve në vend. Sa i takon paras në qarkullim, paras pra jashtë sistemit bankar, po edhe sa i takon reduktimit të informalitetit, ne do të kemi një plan agresiv masash për reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi. Është një plan 3 vjeçar, i cili tashmë është i përgatitur nga qeveria, i cili do të hartohet në bashkëpunim, do të miratohet në bashkëpunim me të gjithë aktorët në treg, që përfshin sigurisht Bankën e Shqipërisë, përfshin sektorin bankar, përfshin fintechët, përfshin të gjithë ato aktorë të cilët janë pjesë dhe mund të japin kontribut në reduktimin e paras kesh në ekonomi. Shumë shpejt do ju bëjmë dije detajet të atij planit, do të ketë një takim të veçantë me qëllim që ne të paraqesim masat që kemi në plan të ndërmarrim në 3 vjeçarin e ardhshëm dhe gjithashtu treguese të performancës pra targetin ku ne duam të arrijmë. Ndërkohë, gjatë deklaratës, Ibrahimaj theksoi se ekonomia e Shqipërisë u rrit me 3,51% gjatë tremujorit të dytë të 2025-s. Ministria theksoi se konsumi i familjeve u rrit me 3,88% dhe i administratës publike me 12,44%, ndërsa u ndal dhe në rritjen e flukseve të investimeve të huaja direkte. Investimet e huaja direkte vlen të përmendën dhe vlen të qëndrojmë, pasi jo vetëm kanë pasur një histori pozitive gjatë tremujorit të dytë, por kanë pasur një histori pozitive gjatë gjithë tremujorëve dhe viteve të fundit. Ato në tremujorin e dytë kanë arritur në nivelin 759 milion euro, duke u rritur me 8 milion euro në krahasim me 6 mujorin e parë të vitit 2024. Fluksi investimeve vijon të jetë i lartë nga vende si Italia dhe Olanda, të cilat historikisht kanë investuar në vendin tonë, por gjatë 6 mujorit të fundit kemi patur një rritje të investimeve dhe nga vende si Austria apo Kosova. Ibrahimaj theksoi gjithashtu se paga minimale do të shkojë në 500 euro dhe se për 18 muajt e parë kostot shtesë të detyrimeve të bizneseve do të mbulohen nga qeveria. Mirë, ndoqëm këtë material të përgatitur nga gazetarja Demila Leka, ndërkohë që jemi rikthyer në studio, kam kënaqësinë që të kem në studio për të zhvilluar këtë bisedë zotin Elvis Koçi, analist financiar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Keni mbajtur dhe më herët postin e drejtorit të përgjithshëm të parandalimit pasrimit parave, kënaqësi që u kam në studio. Kënaqësi edhe për mua që vite ju. Në fakt, pagesat online janë rritur ndjeshëm, le të themi përgjatë vitit fundit kryesisht. Edhe kjo gjë bëhet përmes kartave bankare, por edhe celularit, pra pajisjeve celular dhe në platforma si EasyPay apo PayLink. Megjithatë, ajo çfarë dëshmohet edhe në tablon që paraqet Banka e Shqipërisë është që kemi një rritje me gati 1,1% krahasimisht me muajt e mëparshëm, 5 mujori i parë i këtij viti, i paras që qarkullon jashtë sistemit bankar. Janë 434 miliard lek, apo rreth 4,2 miliard euro, të cilat qarkullojnë jashtë sistemit bankar. Çfarë favorizon këtë situatë në gjykimin tuaj? Nuk kemi ndonjë rritje problematike të paras kesh në kuptimin që nëse ekonomia rritet 3,5%. Zoti Koçi, do më lejoni vetëm pak minuta, sepse do na duhet të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë. Është guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko në konferencën e përmuajshme me gazetarët. E ndjekim.
dhe pozicion të zgjerohet më tej. Në tërësi, konsolidimi i ekuilibrave makroekonomik të brendshëm dhe të jashtëm ka forcuar stabilitetin e përgjithshëm të ekonomisë, duke krijuar baza për rritjen e qëndrueshme të saj. Perspektivat e zhvillimit ekonomik për të ardhmen mbeten pozitive, të pasqyruar në parashikime që sugjerojnë rritjet më tejshme të aktivitetit ekonomik dhe krijimin dhe kthimin e inflacionit objektiv në gjysmën e parë të vitit 2026. Megjithatë, pasiguria ende e lartë në mjedisin e jashtëm mbetet një faktor rreziku për zhvillimet në vend. Dinamika tregtare dhe gjeopolitike, si edhe luhatja e çmimeve të mallrave bazë në tregjet ndërkombëtare, mbartin pasiguri dhe kërkojnë ndjekjen e politikave të kujdesshme. Në këtë kontekst, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerëson se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për të garantuar stabilitetin e çmimeve dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm të Këshillit Mbikëqyrës dhe arsyet që e motivuan këtë vendim. Inflacioni shënoi një rritje të lehtë në muajt korrik dhe gusht, duke arritur nivelin 2.4%, krahasuar me nivelin 2.3% që ishte në treorin e dytë të vitit. Kjo ecuri u ndikua kryesisht nga rritja e çmimit të qirave dhe stabilizimi i çmimit të naftës. Nga ana tjetër, inflacioni i çmimeve të ushqimeve vijoi të bjerë, ndërsa çmimet e mallrave dhe shërbimeve të tjera mbetën relativisht të qëndrueshme. Në aspektin makroekonomik, ecuria e inflacionit vijon të pasqyrojë një rritje të lehtë të presioneve të brendshme inflacioniste dhe një nivel të ulët presionesh të huaja. Presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të ushqehen nga kërkesa solide për mallra e shërbime, si edhe nga rritja e pagave dhe kostove të prodhimit. Nga ana tjetër, presionet nga mjedisi i jashtëm mbeten të dobta në pasqyrim të rënies së çmimit. Mirë, ndoqëm një pjesë nga fjala e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Sejko në konferencën pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që të plot do të keni mundësi ta ndiqni në orën 17. Zotë Koçi, ju kërkoj ndjesë dhe njëherë tjetër, ndërkohë për ta vijuar bisedën, pra se çfarë favorizon këtë situatë, pra kur kemi një qarkullim kaq lartë të paras fizike në ekonomi? Ecuria nuk është problematike sepse rritja e qarkullimit paras fizike nga njëri vit në tjetrin është më e ulët se rritja e prodhimit brendshëm bruto. Për më tepër, duhet kemi parasysh që paraja fizike ndikohet jo vetëm nga rritja e prodhimit brendshëm bruto, që është në terma real, po edhe nga rritja e inflacionit. Kështu që në terma sasior nuk kemi një rritje të problematike. Por neve duam ta ulim. Po arsye kryesore pse është e dëshirueshme të ulet qarkullimi i kartmonedhave ka të bëjë me luftën ndaj informalitetit. Nëse ne shohim presionin fiskal të Shqipërisë dhe krahasojmë me presionin fiskal të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, disa lloj taksimesh janë të krahasueshme, siç është TVSH-ja për shembull, disa lloje tjera Shqipëria është pak më ulët, por nëse vendet e Bashkimit Evropian kalojnë në arkën e shtetit më shumë se gjysmën e prodhimit brendshëm bruto, normalisht me këtë nivel presioni fiskal, në Shqipëria duhet mbitet paktën 40%. Neve mbledhim diku te 27, 28, nëse përqind 29 quhet arritje, po ideja është që neve kemi ekonomi informale që prodhon në evazion. Dhe kjo gjë mirë është të marrë fund. Si merr fund, çfarë hapash mund ndërmeren, si mund ta shtym që të marrë fund, ka disa faktor, ka faktor ligjor, kur vjen kufizime që për sasin e parave keqe mund të pranojnë bizneset nga klientët, i vë një tavan, jo më shumë se x lek ose euro, mund paguash keq në një hotel për shembull, po themi, ose në një lloj tjetër biznesi. Por kjo gjë që është, si thuash,
me detyrim, duhet të shoqërohet edhe me një lehtësim të kostove të kryerjes së transaksioneve elektronike. Pra, nëse neve kemi 10 transaksione për cilat paguhet 1 lek komision dhe për secilin transaksion dhe banka fiton 10 lek, nëse ne kemi 100 transaksione, nuk do paguhet më 1 lek për transaksion, do paguhet 0.5 dhe banka të fitoj 50. Për them banka, them sistemi bankar, sepse banka e ndanë me Bankën e Shqipërisë, banka nisëse, e ndanë me Bankën e Shqipërisë dhe me bankën tjetër korespondente, pritse. Janë ndërmarrë hapa. Pikërisht, këto lloj hapash që kanë një lloj korelacioni, në kuptimin që edhe nëse i vendos një prag bizneseve për transfertat e tyre, për kryerjen e pagesave, një tavan, në kuptimin që jo më tepër se një tarife caktuar mund të kryet me para fizike, pjesa tjetër duhet kaloj përmes sistemit bankar. Të shoqërohet me lehtësi në uljen e komisioneve për këto transferta. Ka munguar një ndërhyrje tillë, pra një ndërhyrje deri diku edhe kapilare, në kuptimin për të shënjestruar në disa aspekte, për t'ja lehtësuar edhe për ta bërë më pak të dhimbshëm, le të themi, procesin për vetë sipërmarrjet, edhe duke qenë se janë faktor kyç pa diskutim në këtë proces. Ka pasur hapa në vazhdimsi. Vetë sistemet që Banka e Shqipërisë ka marrë përsipër të kliroj pagesat, qoftë në lek, qoftë në euro, ndërmjet bankave brenda Shqipërisë, kanë lehtësuar mënyrën e kryerjes së tyre dhe shpejtësinë e kryerjes. Është rritur volumi, paralelisht me rritjen e volumit duhet ndodhë dhe kjo ulja e këtyre përqindjeve, po themi. Dhe ka vend akoma për të lëvizur, sepse kur rriten volumet, ulet përqindje, po totali i parave që shkojnë në një bankë caktuar, nuk është se zvoglohet. Hapi më i fundit fare, dhe që besoj fillon funksionimin me 7 tetor, është futja e Shqipërisë sistemin SEPA. Kjo lehtëson kryerjen e pagesave elektronike me partner jashtë. Nga ana tjetër, Shqipëria ka ligje që kufizojnë marrëdhënien e biznesit me biznesin. Pra, një biznes kundrejt një biznesi tjetër nuk mund ta paguajë në kesh, po e paguan me bank, ka limite. Pra, ekzistojnë limitet biznes në biznes. Ajo që akoma nuk ka vend për të ekzistuar është biznes me individ. Qoftë kur individi është një furnitor i një shërbimi të rastishëm, pra dikush që ka njohuri në fushën e financës, po themi, dhe bën një konsulencë financiare, por që nuk e ka biznes që të prodhoj gjithmonë konsulenca financiare, mund të ketë one time fee që e paguan një biznes që ka nevojë për këto njohuri. Ky biznesi nuk është detyruar të paguajë nëpërmjet bankës, mund të paguajë kesh. Mund të vendoset një limit, nëse bëhet fjalë për një kontratë shumë të madhe, mund vendoset një limit që jo më kontratat e mëdha duhet patjetër të kalojnë nga banka. Ose e kundërta, kur një individ shkon në një biznes dhe blen shërbimet e biznesit, mora rastin në një hoteli për shembull, shumë të shtrenjtë, ata thonë që zotri juve do paguani patjetër me kartë ose do parapaguani me bank, pasi vlera e qëndrimit tuaj është më e madhe se lejimi që na lejon ligji. Pra mund vjen limite. Mund vjen limite të ndryshme për industri të ndryshme sipas llojit, gjithmonë duke u kujdesur që mos ia vështirësojmë jetën qytetarit. Ka ndodhur kjo në gjitha ndërhyrjet e mëparshme? Pra, është shoqëruar me një plan më të gjerë masash edhe ndërhyrjesh, se ky ishte... Deri tani, ndërhyrjet kanë qenë të kujdesshme, pra nuk kanë rënduar. Nuk kanë rënduar. Paralelisht Por duhet kjetë parasysh në këtë programin që Ministria prezantoi. Të paktën paralajmëroj, sepse prezantimi do të bëhet... Tjetër, qeveria i shërben popullit në fund të ditës, dhe qeveria ka për detyrë t'ia lehtësojë jetën popullit. Ajo që duhet kemi parasysh është që përpara se sa të detyroheshin të gjitha bizneset që t'i bënin transakcion me njëra tjetrën me bank, ju kërkua të gjitha bizneseve edhe të hapin llogari bankare. Pra, ka pas një detyrim. Pra, gjërat shkojnë njëra pas tjetrës, po bien në vendin e vet. Kurse për sa i përket individëve, ka pasur
një farë mbështetje edhe për këto kompanitë e pagesave elektronike, si që quani ju, dhe mbështetja kryesore që e lehtëson jetën e individit, një nga mbështetjet kryesore është edhe fakti që Shqipëria tashmë ka legjislacionin dhe e ka të zbatueshëm pjesën që nëse unë jam një individ dhe përdor një aplikacion, të ky aplikacioni im që e përdor përgjithsisht për pagesa, unë mund të lidh gjitha llogaritë e mia në të gjitha bankat. Më përpara ishte e pamundur që një aplikacion i bankës X të lidhej me llogarinë time tek banka Y, sepse unë mund të kem llogari edhe te banka X dhe te banka Y. Por unë nëpërmjet aplikacion arriti lidh llogaritë e mia, jap akses te llogaritë e mia dhe lehtëson mënyrën si njerëzit bëjnë pagesat. Bota përgjithsisht po shkon drejt pagesave elektronike, pra celularit, qoftë me atë paralelizmin e kartën e kreditit apo debitit, qoftë me këto aplikacionet që janë stand-alone thjesht të pastra elektronike. Për shembull, Suedia qëndronte dhe rankohej ndër ato vende të cilat pothuajse ka minimizuar ndjeshëm përdorimin e paras kesh. Pra, gjitha pagesat, mund të shkosh në kafene, mund të shkosh të marrësh një bilet, mund të blesh një libër, mund të marrësh një shërbim, edhe për gjitha do duhet që të paguash përmes një karte, apo përmes një aplikacioni që mund të jetë instaluar. Është edhe më thjesht, sepse nuk ke për dënë diçka për të marrë një kusur, apo nuk ke për të numëruar se sa po jep. Pra, për shembull, kur ti kalon në një autostradë, po themi në Itali, që është vendi fshinj, vonohesh shumë nëse jetë tek linja që paguan kesh dhe shumë më pak tek ata që swipin kartën edhe vazhdojnë vazhdimin. Ecin shumë më shpejt me kartë. Ose edhe me aplikacion që lexon drejt për drejt. Pra, lidhet pagesa elektronike me telepasin që i quajnë ata. Tani, duke qenë se është një sfidë që shihet ngushtësisht e lidhur me atë që ndodh, pra edhe ekonominë, evazionin fiskal, ju e lidhet me sistemin tatimor, shumë e domosdoshme, por në kuadër të gjitha këtyre, edhe fakti që Shqipëria ka nisur prej më shumë se një viti tani më, edhe një aksion kundër informalitetit dhe mosdeklarimit real të pagave. Që edhe ky është një, le të themi, një boshllëk që kërkon të adresohet. E shihni të gjithën këtë si një përpjekje për të rritur të ardhurat, për të formalizuar ekonominë dhe që pa diskutim i shërben një vendi si Shqipëria, apo edhe për te kësaj gjëje edhe duke e lidhur pak me procesin e integrimit, pra e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është kjo një kërkesë, ne kemi diskutuar së bashku edhe në këtë studio mbi lajmin e mirë që Shqipëria doli nga lista gri e Manival. Është kjo domosdoshmërinë në kuadër të gjitha masave që janë ndërmarrë ndër vite për ta luftuar këtë fenomen? Gjërat shkojnë bashk. Nëse neve fusim pagesat elektronike, automatikisht shitjet ose transaksionet detyrohet deklarohen, po themi. Dhe në një vend ku të gjitha transaksionet deklarohen, që prodhen të ardhura për bizneset, automatikisht do duhet që bizneset të deklarojnë në mënyrë reale edhe shpenzimet e tyre, pra pagat. Pagat janë në pjesë më të madhe bizneseve shpenzimi më i madh i tyre. Në mënyrë që edhe fitimi të dali një fitim realist dhe mos jetë një fitim që nuk bën sens. Pra këto shkojnë të gjitha në paralel në njëjtin drejtim. Lufta për deklarimin e real të pagave ka lidhje edhe me një synim shumë afatgjatë që është mbajtja në këmbë e një sistemi të mirë pensional. Pra nëse nuk deklarohen pagat reale, është shumë e vështirë që ti të paguash pensionet atyre që janë në pension sot, por është gjithashtu shumë problematike sepse ata njerëz që po deklarojnë një pagë më të ullët se paga reale, kur dalin në pension,
pensionet do të llogaritet mbi pagën që kanë deklaruar, jo mbi pagën reale, do i dale akoma më i vogël. Dhe ne sot më shumë se sa një shqetësim për ata të cilët janë sot kontributor dhe mbi atë çfarë i pret të nesërmen në momentin që dalin në pension, është shqetësim për faktin që këta që janë sot pjesë e tregut punës mbajnë ata të cilët janë pjesë e skemës pensioneve. E tillë është skema. E tillë është skema. Kështu që shqetësimi është ai deficiti dhe ajo gropa financiare që është shkaktuar në skemën e pensioneve që vazhdon të marrë para nga buxheti i shtetit për të përballuar pagesat. Skema ndoshta nuk është vendi këtu për të thelluar, po skema e pensioneve ka disa kategori, ka pensione solidariteti që automatikisht do vijë dalë nga buxheti i shtetit, ka lloje të ndryshme shpërblime që janë Megjithatë nuk është ky fokus. E rëndësishme është të kuptojmë që informaliteti i kaq i lartë sa ne kemi është problematik për bashkimin me një grup shtetesh të tjera që e kanë më të ulët, siç janë shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo gjë duhet adresohet. Dhe një nga rrugët se si kjo adresohet është duke ulur përdorimin e paras kesh. Që është një instrument për ta mundësuar këtë. Kanalizimi i parave në rrugë zyrtare mbetet një le të themi kërkesë e kohës edhe në kuadër të këtij procesi integrues. Është një angazhim që qeveria ka ndërmarrë, një hap më shumë le të themi për ta realizuar, por nuk flasim vetëm për angazhime dhe një skem, një proces i cili mund të kuadrohet në aspektin ligjor, pra mund të ketë përcaktime dhe një program të miratuar apo të mirë hartuar, por ndërkohë është pjesa logjistike ajo e cila mund të pengoj procesin. Dhe kur them pjesa logjistike kam parasysh faktin që pjesa me madhe pagesave kryhet me para në dorë, por ndërkohë kemi mos instalim të terminaleve, pra terminalet POS që do ta lehtësonin këtë proces. Po ashtu kemi një tjetër problem që mund ta bëjë të vështirë aksesimin, janë kategoritë caktuara, siç mund të jenë të moshuarit, pra që mund të marginalizohen edhe të jenë periferik dhe të mos e aksesojnë këto shërbime. Pa përmendur edhe pjesën e kulturës, mendësisë, se sa besojmë ne te këto pagesa që mund të jenë online. Por ti marrim me radhë, pra sa e rëndësishme është krijohet infrastruktura përpara se të arrijmë tek instrumentet e ndërhyrjes dhe stimujt për ta përforcuar këtë. Ka ana e bizneseve, duke qenë se të gjitha bizneset kanë llogari bankare, të gjitha bizneset e kanë të llogarinë bankare në telefon. Instalimi i POS-it, pra për pranimin e parave nëpërmjet kartave, është pak problematik për faktin që fit që ofrojnë bankat për instalimin e POS-ave në Shqipëri janë relativisht larta, janë 2.5%, ndërkohë që në vende si Suedia apo vende të tjera ku është ka më shumë volume, shkojmë tek 1%, pra po flasim për përgjysmim ose edhe më pak. Prandaj unë më shohni që rritja e volumeve duhet shoqërohet me... Për sa i përket llogarisë bankare, bizneset e kanë. Unë di shumë bizneset të vogla, që kur shesin diçka që është më pak se 20.000 lekë të reja, i thonë në individit që a ke llogari bankare? I thonë mi transfero këtu. Sepse Banka e Shqipërisë ka nxjerrë një urdhër që bankat e zbatojnë që pavarësisht se klienti ka llogarinë në një bankë tjetër dhe biznesin në një bankë tjetër brenda Shqipërisë, transferta deri në 20.000 lekë, nëse bëhen në rrugë elektronike, pra nga aplikacioni im i bankës time tek banka e tregtarit, nuk kanë asnjë lloj kostoje. Dhe është dhe më kollaj për biznesin për mbaruar punë, sidomos kur flitet për porosimin në distancë. E merr në telefon e thon, e ke parë në Instagram, e merr në telefon e thua, kjo gjëja si do bëhet, dakor, po unë dua para pagim, po si ta bëj para pagimin dhe mbaron punë edhe në distancë, pa ashtu. Kur vim tek problemi i moshave të vjetra, kjo është vërtet një problematik që qëndron.
Se kujtoj edhe kohën se ne përmendëm pensionet që u transferuan në banka dhe shumë prej tyre vazhdojnë që ta Jo, e marrin nga posta. Ose e kanë bërë që t'i vi postat e shtëpia, ose shkojnë vetë te posta, sepse kanë si traditë që edhe shtëpinë këmbët kanë një qëllim për dal nga shtëpia, po themi. Po mund të kenë arsye nga më të ndryshmet, por që është problematike sepse përqindja e pensionistëve që marrin pensionin në bank, pra drejt në bank, është më vogël se sa e atyre që vazhdojnë me postën. Edhe përdorimi i Albanias ishte problematik. Po, fillimisht... Konsiderohet një avantazh në kuptimin e thjeshtimit të praktikës. Krijuaj një lloj biznesi në për kancelari, zyra fotokopjesh që ofronin dhe shërbimin e asistencës për të vjetrit për bërë këto, që për mendimin tim ishte e gabuar. Dhe tashmë, neve kemi në çdo njësi administrative, kemi punonjës të dedikuar që asistojnë personat e moshuar ose që nuk din për përdorimin e Albanias. Një fushat e sporteleve, pra ishte kjo kaloi në një rreth vicioz sepse kaluam nga sporteli online, pastaj sërish tek asistentët që kryen po asistentët ta mësojnë një herë dhe pastaj ti e bën vetë nga shtëpia. Për shembull, unë kam mamin tim, për shembull, që është 79 vjeç, e kishte shumë problem telefonin smart, nuk e dua, thonte se dua ta përdor. Pastaj kur e mësoi tha, sa mirë. Pastaj kur i fut dhe banka aty brenda, ishte një lehtësim shumë i madh. Tani dalim te komponenti që është shumë i rëndësishëm. Pra, të kaloj i gjithë ky proces nga ndërgjegjësimi tek aplikimi masave. Është e rëndësishme që edhe në këtë program që ministrja përmendi, pra një program masash që do të jetë një ndërhyrje agresive ta ministrja, duhet paraprihet nga një fushat ndërgjegjësimi për ta bërë më të lehtë penetrimin, le të themi, të këtyre shërbimeve. Si thash, duhet edhe detyrimi ligjor, po edhe lehtësimi për zbatimin e saj. Edhe ndërgjegjësimi, edhe mësimi, pra do një përpjekje ekstra. Unë mbaj mend në fillim fare, kur futëm bankomatet e para në Shqipëri, ishte dikush nga banka që rinte aty te bankomati dhe i mësonte njerëzit se si ta përdornin. Tashmë sigurisht që s'ka më njeri. Patjetër, edhe gjeneratat ndryshojnë dhe është më e lehtë të adaptohen, le të themi, me këto zhvillime. Sa të mësohet? Pastaj ecin vetë. Ecin vetë. Në këto kushte, sa i takon faktit mungesës së kulturës, që po ashtu është një komponent shumë i rëndësishëm, duke pasur parasysh edhe atë çfarë ne jemi, pra të qenit mos besues në praktikat edhe në gjithçka që bëjmë. E bën kjo më skeptik njerëzit që t'i kryejnë pagesat online, pra njerëzit janë skeptik dhe me drejtë ne kemi kaluar. Po, kemi probleme. Me audion? Jo, s'ka problem, derisa një asistent në studio, sa të rikuperohet, çështja e mikrofonit, jemi duke folur për domosdoshmërinë e reduktimit të paras kesh në ekonomi, edhe faktin që nëse ka një, le të themi, nivel të lartë të paras fizike që qarkullon, edhe nuk zgjedhin sigurisht që pagesat i kryen përmes bankës apo përmes pajisjeve celular dhe platformave që janë ngritur për këtë qëllim, për ta lehtësuar, është edhe një lloj pasigurie që kanë qytetarët për të realizuar apo për ta marrë shërbimin në këtë lloj forme. Edhe kjo është një mendësi që është vështirë ta çrrënjosësh spaku. Megjithatë, në përgjithësi, popullata ka besim kur e thot qeveria diçka. Pra sepse kur bëhet fjalë për një ofertë që e bën privati, janë shumë skeptik. Shumë skeptik. Momentin që programi është i bashkërenduar edhe tek aktorët privat, bankat dhe hallkat e tjera që janë përfshira, edhe me masa qeveritare bëhet më e thjeshtë dhe patjetër që ecet përpara. Tani e fundit që un kam për ju, duke qenë se u përpoqëm paktën që të sjellim tablon situatën cila është,
të paraqesim vështirësitë dhe sfidat që hasen në këtë drejtim, por po ashtu edhe tregojmë deri diku mënyrat se si mund të shkohet drejt asaj që njihet ndryshe si cashless, pra një ekonomi pa para fizike në qarkullim, dhe ajo që dua t'ju pyes në fund është mbi një objektiv kohor, sepse qeveria u lat kuptohej nga ministria Ibrahimaj që këtë zotim e ka për një periudhë 3 vjeçare. Pra, zotimi për të ndërhyrë përmes një programi masash në mënyrë agresive dhe për të bërë të mundur reduktimin, minimizimin e paras fizike. Sa e mundur, duke pasur parasysh këtë situatë që ne përmendëm, këto sfida me cilat haset sistemi, që janë sfida sa objektive, aq edhe subjektive në momentin kur qytetarët kanë pasiguri. Sa e letë dhe sa e mundur dhe pa mundur në të njëjtën kohë është realizimi brenda një harku kohor 3 vjeçar? Për mendimin tim, problemi me moshat e vjetra që mund mos kenë as llogari edhe pensionin e marrin në sportelet e postës shqiptare apo ju as sjell posta në shtëpi, do mbetet. Por kjo kategori është shumë pak. Pra të gjithë punësuarit kanë llogari bankare, po të gjitha bankat kanë aplikacione, të gjithë punësuarit kanë karta debiti, minimalisht, pra nga ana e zbatimit, mjetet janë. Duhet bërë lehtësimi, pra duhet ullur ato fit, komisionet, dhe duhet parashikuar pjesa e konsumit që bëjnë moshat e mdhaja, që të kenë mundësi ta përdorin dhe kesh. Në konsumit që mund bëjnë mosha tret. Po tani, unë nuk besoj që këta që marrin këtë pensionin me post, shkojnë në hotelet shtrenjta, bie fjala. Pra ti mund të bësh me ligj që hotelet me 4 yje lartë, pagesa kesh nuk do pranojnë më shumë se, po themi, 500 euro. Në gjitha tjerë duhet i pranojnë dhe automatikisht ke lënë mundësin që nuk i kerën qaf atyre që e kanë pamundur ta zbatojnë këtë. Nga ana tjetër ne gjithë i kemi tullse tash dhe... Pra edhe të krijon alternativa për të mos u penalizuar. Edhe tek pensionistët, përsëri, numri i atyre që e marrin pensionin në bank ka vijuar të rritet në vazhdimsi. Pra, përqindja e atyre që kanë pamundur... E thënë kështu, e mundur... E mundur, shumë e mundur që të zvoglohet në mënyrë drastike. Nëse gjenden rrugët e duhura apo kanalet e duhura për ta realizuar një gjë tillë. Unë jam optimist. Jeni optimist, mirë. Unë ju falenderoj shumë, zoti Koçi, sepse kemi mbritur në fund, kënaqësi që u kisha dhe shpresoj mos zgjasi pa diskutim 3 vjet koha kur t'ju kem sërish në studio, por urojmë do jemi dëshmitar të asaj që do ndodhë dhe shpresojmë që të ulet edhe të reduktohet qarkullimi i paras fizike në ekonominë shqiptare. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit. Mirë, shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.